Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar festoi 45 vjetorin e çeljes së tij, duke kujtuar jo vetëm një datë historike, por edhe një rrugtim të jashtëzakonshëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare. I hapur në prill të vitit 1980, në një kohë kur regjimi komunist ndërmerrte një fushat të gjerë kundër fesë dhe objekteve të kultit, muzeu u streua në mjediset e kishës Burimi Jetëdhënës në zemër të Korçës. Merita e madhe njëherë është e studiuzëve, gjithë punonësit që kontribuan në grumbullimin dhe luftën për t'i ruajtur qoftë monumentet, qoftë edhe inventarët e tyre që janë ikonat, dhe në mënyrë veçantë të paruajnë Thafan Popa, që i mbledh me mirë ikona. Domethënë kjo është si thua një kontribut jashtëzakonisht i madh që neve sot të gëzohemi, ju vlerësojmë, mburremi me të drejtë, krenohemi para hipotezës për këto vlera që jo vetëm janë studiuar, jo vetëm grumbulluar, jo vetëm por ekspozohen, vazhdimisht edhe bën të njojtur gjithë botën, gjithë këtë punë të madhe që është bërë në ruajtjen dhe vlerësimin e këtyre ikonave. Në këtë institucion gjatë dekadave janë ruajtur dhe ekspozuar vepra ikonografike me vlera të ralla, të cilat dëshmojnë për jetën shpirtërore, artin dhe historinë e popullit shqiptar. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar ka një vlera të jashtëzakonshme, i cilësuar nga ekspertët si muzeu me numrin më të lartë të ikonave në botë, dhe ndërkohë janë ikona me vlera të vërteta artistike, përveç se shpirtërore, janë dhe një simboli i traditës, i jetës përgjatë kohës mesjetare dhe ndërkohë dhe asaj që ne kemi pasur të shkuar dhe sjellim në të ardhmen. Traditës së ruajtjes dhe vlerësimit të trashëgimisë sonë kulturore, të jetës sonë, të mënyrës sonë të jetesës. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar mbetet një gur themeli i identitetit ton kulturor. Ai sot është një nga pasuritë më të çmuara të trashëgimisë shqiptare, një urë që lidh të shkuarën me të ardhmen përmes gjuhës së përjetshme të artit.